Po Elita, lidhur me çështjen që u diskutu se a besoni në dashuri apo jo, edhe unë jam me mendimin që po besojmë në dashuri. Ndërsa sa i përket çështjes së martesës apo thënies bashkë për gjithmonë, kjo ndoshta më tepër ka të bëjë nga perceptimi personal që një njeri e krijon për veten, për marrëdhënien e qetësi dhe për të ardhmen. Ndërsa sa i përket asajna se pse çiftet nuk po funksionojnë si në të kaluarën, ashtu që ja kanë dhënë betimit njëri tjetrit se do të jemi bashkë për gjithmonë dhe vetëm vdekja i ka nda, sepse nuk kanë cilësu asnjë arsye tjetër të fortë, e cila do të ndikonte që ata të ndaheshin. Sot që po ndikon, unë mendoj se janë pritshmëritë e larta që njerëzit i krijojnë në raport me partnerin. Nuk shihet më lidhja si partneritet. Unë mendoj se fjala më e bukur shqipje është fjala marrëdhënie, me marr dhe me dhën. Asku në botë nuk ka veç me marr ose veç me dhën. Kom dëgjuar që je shumë feministe. Sa i përket feminizmit, unë më shumë e përkrahi me që jam avokate, e përkrahi në aspektin ligjor, sepse atëherë kur unë e konsideroj një femër të fortë ose një grua të fortë, e konsideroj në ato raste kur ajo arrin të jetë e barabartë, domethënë së bashku me burrat, në jetën politike, në jetën publike, po pse jo edhe në jetën bashkëshortore. Tash nëse është marrëdhënie, është raport intersjell, atëherë unë nga aspekti profesional dhe sigurisht edhe e kam edhe mendim personal, mendoj që detyrat dhe obligimet duhet të ndahen në mes të dy palëve. Kur je kështu në takime me ndonjë djalë që të pëlqen, a mendojnë që feministet pak i bojnë mu friksu gjinin mashkullore? Tash ndoshta termi feminizmit aq shumë po diskutohet dhe konsideroj se është tepru pak sa. Sepse feminizmin nga koncepti im, pra unë e thash që në kuptimin që t'jemi të barabartë me të drejta të barabarta, po nuk do thot vetëm me të drejta, po edhe në obligime. Sigurisht që ne duhet t'i ndajmë obligimet. Nuk duhet femna të shndrohet në një person, në qift, që duhet jetë gjithmonë vetëm kërkuese. Duhet jetë edhe ajo, domethënë unë marrëdhënien në qift pak më shumë e shoh, domethënë si dora për dorë, njëri tjetri, bashkë për njëri tjetrin. Ti qenë ke maskuliste, jo, ndoshta pak më arsyeshme, po jo feministe deri në pikën ekstreme sa që t'i friksojmë jo, ne jemi qenë shumë të mira, jemi shumë të buta, pa femra sigurisht bota nuk mund të ekzistojë, kështu që s'ka nevojë të friksohen prej neve, sepse një femër e fortë nuk kërkon që të dominojnë mbi të tjerët ose t'i shkel të tjerët, thjesht kërkon që kur mos shkilet nga askush. Në shoqërinë tonë ekziston bindja që kur një qift bëhen bashk, duhet me patjetër të shkojnë se s'bën në martesë. Dhe martesa nënkupton edhe një kontratë që është celebrimi i saj. Nëse nisëm nga rasti im, unë jo martu shumë i ri, dikur 22 vjetë, edhe gjatë gjithë kohës i thësha babit tim që po bashkjetojmë, o më thëjke hek ma këtë termë, s'ka bashkjetes, po martohesh. Do me thonë, shoqënia jonë e ka ngrit edhe ka forcu ma tepër se që duhet dhe se që bën kultin e martesës së celebruar qasoj dokumentit, kurorëzimit, institucionale kështu me radhë. Kur dy individat fort, që për i me e kanë... Për mu është njëjtë edhe bashkjetesa, edhe martesa, edhe një kontratë ose një celebrim ose një procedur nuk ndron kur gjo ma shumë. Vetëm bashkjetesa mendoj që këtu luan një rol shumë të madh nga aspekti për me njoft një partner që ti don me kalu jetën. Edhe kjo duhet të ndryshojë në Kosovë sepse mendoj që nëse ti e pëlqen dikë edhe del e pe një kafe, han një drek, ti normal nuk i me njoft atë person. Qysh ti don me marrë një vendim për me kalu jetën bashkë, me ndërtu familjen me një person që nuk e din qysh është pak të një vet me kalu 24 orë. Pajtohem plotësisht. Avokatja po na sheh keq Elita, e dim se. Në momentin që po flasim për këtë teori, me siguri avokatja është duke mendu kurorëzimin, ndarjen e pasurisë e të ngjashme. Me ligj me sa e di sot llogaritet edhe bashkëtesa apo jo? Pas 5 vitesh veç ndahet gjithçka. Dhe obligimet e barabarta edhe çifti, domethënë që nuk kanë kuror në bazë të ligjit për familjen. Pas sa vitesh bashkëtesë ndahet pasuria? Është njëjtë. Pasuria është gjithçka që është krijuar bashkë. Që kanë jetuar bashkë. 10 vite shoftë a kanë nuk punor. Po nuk është të përcaktuar me vite. Ku bëna i lënë kjo martesën?